Do të lexoj në librin e Jobit 2:3. Zoti I tha Satanit: "A e vurëre shërbëtorin tim Job, sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë I ndershëm, I drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe të largohet së keqes. Ai qëndron I patundur në ndershmërinë e tij, megjithse ti më ke nxitur kundër ti për ta shkatruar pa asnjë shkak." E dim se Jobi ishte një burr I drejtë që ecte në rrugët e Perëndisë dhe megjithatë, Perëndia lejoi që Jobi të kalonte shumë vuajtje. Si në Bibël ashtu dhe në Kish, ne shohim vëllezër dhe motra që jetojnë një jetë të shenjtë dhe të drejtë dhe që kanë kaluar shumë situata të vështira, si humbja e një fëmie, aksidente me pasoja të rënda ose sëmundje që sjellin aftësi të kufizuara. E dim se vuajtjet mund të vinë për arsye të ndryshme, për të provuar besimin, për të na mësuar për ulësinë, për ndëshkim ose që fjala e Perëndisë të përmbushet në jetën tonë. Pyetja ime motër është: nëse një vëlla apo motër jeton një jetë të shenjtë me dashuri, pse Perëndia me raste lejon që armiku të bëjë që të kalojnë shumë vuajtje apo mundime të mëdha? Faleminderit shumë motër, Zoti ju bekoft. Mirë motër, mos u trishtoni. Ju mendoni se unë nuk kaloj vuajtje? Çdo ditë. Armiku, djalli vjen kundër meje për të më bërë gjëra të këqija. Më bën një gjë këtu, një gjë tjetër atje, gjithmonë është armiku duke më bërë të këqija dhe duke më përndjekur. Por duke qenë se unë tani e zbuloj sepse njoh se si vepron, prandaj unë nuk vuaj dhe as hidhërohem më shumë kur djalli më bën të këqija. Siç thot për Jobin këtu, ai ishte I drejtë në rrugët e tij dhe pavarësisht kësaj, djalli shkoi dhe I bëri të gjitha këto të këqija, I vendosi sëmundje. Prandaj nuk duhet të mendojmë ne që besojmë në Zot, të themi, nëse unë jetoj një jetë të shenjtë të përsosur, nuk do të më ndodh asgjë e keqe. Jo, përkundrazi. Është pikërisht atëherë kur armiku na përndjek më shumë. Mua djalli më përndjek shumë, madje mund të them se çdo ditë më përndjek dhe mundohet të më bëjë të këqija. Ndonjëherë kur bëj një studim biblik ku Perëndia shfaqet duke bërë mrekulli, natën djalli nuk më lë të fle. Natën filloj të shikoj ëndra, të kem mangthe, shoh frymra të këqij që më vijnë dhe nuk më lën të fles sepse duhet të ngrihem, të lutem e t'i qortoj. Djalli është I tillë, është ziliqar. Dhe njeriu pyet po pse ndodh kjo? Sepse djalli do të na bëjë të këqija dhe djalli e sfidon Zotin dhe I thot vendosi një të keqe dhe do ta shohësh se do të heq dorë. Këtë që bëri me Jobin këtu. Djalli I tha Zotit, bëj të këqija Jobit dhe do ta shohësh se ai do të heq dorë nga ty, sepse pasi ti kesh bërë të këqijat ai do të heq dorë dhe nuk do të besoj më tek ti. Por Zoti e dinte se kjo nuk ishte kështu dhe I tha, jo, nuk do të ndodh kjo sepse Jobi është besnik ndaj meje. Prandaj Perëndia I dha leje djallit, I tha bëj të këqija, por mos ja merr jetën. Bëj sa të këqija të duash, por mos ja merr jetën sepse jetën e jep Perëndia. Dhe Perëndia I tregoi djallit se Jobi po ishte besnik dhe I patundur dhe e deshi Perëndin mbi çdo vuajtje, mbi çdo mundim. Prandaj motër, vuajtjet me raste vijnë sepse djalli e ka zili personin. Nga zilia po inati që ka sepse personi është besnik ndaj Perëndisë I bën të këqija. Ndonjëherë vijnë vuajtjet sepse personi është duke mëkatuar dhe nuk është I sinqert me Perëndin, është I pabindur, mëkaton dhe prandaj Perëndia lejon që djalli t'i bëjë të këqija. Ndonjëherë vijnë vuajtjet për të sprovuar personin, për të parë nëse ky person është besnik apo nëse dekurajohet, kthehet mbrapa dhe prandaj Perëndia lejon që djalli t'i bëjë të këqija. Pra për shumë arsye. Por kur na vijnë vuajtjet, unë të paktën nuk pyes pse ti je vallë. Mua kjo nuk më duhet të di pse djalli më bën të këqija. Unë gjithmonë them sepse është ziliqar. Djalli më bën të këqija nga zilia që ka dhe asgjë më shumë. Nuk është sepse Perëndia më sprovon apo po më ndëshkon Zoti, asnjë nga këto. Thjesht sepse djalli është ziliqar dhe do të ma bëjë jetën të pamundur që unë të mos kem paqe apo që unë të mos kem lumturi. Por jo, unë I lutem Zotit, I kërkoj Zotit, e qortoj djallin dhe Zoti më ndihmon, më jep forcë, më jep liri dhe vazhdoj të eci përpara. Kjo është ajo që ndodh. Ne me raste nuk mund të gjykojmë vëllezrit dhe motrat sepse ka njerëz që kalojnë shumë vuajtje, mundime, siç thotë edhe motra. Ne shohim që ka njerëz që kërkojnë Perëndin që nuk duket të mëkatojnë dhe përsëri u ndodh diçka, humbasin një fëmijë për shembull,
pëson një aksident, humbasin një pjesë të trupit, dhe ndonjëherë njerëzit mendojnë dhe thonë kjo i ndodh sepse po mëkatonte dhe Zoti e ndëshkoi. Jo, ne nuk duhet të gjykojmë. Nuk duhet të gjykojmë, përkundrazi duhet ta respektojmë personin, ta vlerësojmë, aq më tepër të lutemi për të lutemi dhe t'i kërkojmë Zotit që të ketë mëshirë për personin. Por nëse ju jeni shumë të afërt, jeni shumë mik me atë person, nga konfidenca që keni mund t'i thoni lutju Zotit dhe kërkoj që të tregoj pse ndodhi kjo, mos vallje duke bërë diçka jo të mirë në sy të Perëndis, mos vall të mungon diçka, mos vall ke bërë ndonjë gabim që Perëndia të zemërohet, kështu që ekzaminoje, analizoje veten. Por kjo varet nga afërsia, nga miqësia që keni me personin, sepse nëse nuk e keni këtë afërsi, atëherë ju po gjykoni dhe personi tjetër mund t'ua marrë për keq dhe nuk ua pranon këshillën. Për gjithçka duhet të jemi të urtë, madje edhe për të dhënë një këshill duhet të kemi dituri dhe të jemi të matur. Por po ashtu të mos guxojmë të gjykojmë lehtë të tjerët, por që sigurisht duhet të mendoni më mirë gjithmonë se ndoshta ju gaboni para Perëndisë dhe për këtë vjen armiku kundër jush. Gjithmonë këtë themi siç thoshte edhe Jobi. Jobi e konsideronte veten shumë të keq, thoshte kam qenë shumë i keq në jetë dhe prandaj po kaloj këto gjëra, por nuk ishte kështu. Kjo është mënyra se si duhet të sillemi, me maturi dhe me thjeshtësi po ashtu. Këto duhet të mbizotrojnë tek ne.